A keni hangër buk bashkë, a keni nejt me... Po, ne ka qenë dhoma ditës, so kjo solësim këtu. Cilat janë raportet e ish presidentit Hashim Thaçi me Recep Selimi? Shumë mira, si në luft. Mund dikush me rajt, mund dikush me çpif. Është shumë gënjesër e madhe. Kanë qenë raportet më të mira të mundshme që mund, raportet më të mira të mundshme. Tini të bindën te Zoti. Se nuk kam nevojë me rajtën e besojnë Zot, tini kanë qenë raportet shumë më të mira. Unë pandrej Nasim Aradini pikë kësaj studios që mos ishte Nasim Aradini më na ndihmon në gjitha aspektet, sidomos ushqim. Nështë unë kisha hik shumë. Do të viti për gjë. Po me sinqeritet. E kem shok mira. Nasimi gjithë na ka pësu ushqim, tani u mësua na ka pak, rrejta mos më ka mirë, po kështu ne kemi qenë shok ato, kemi qenë burgosën, partitë politike sa kanë interesuar, ne na kanë. Për Bajram që ke cekni diçka interesante? Po, është vërtet për Bajram, sidhën e Bajramit e ka prunë një hoxh, nuk e di a ka qenë turka, shqiptar apo bosnjak, çka ka qenë nuk e di. Gjithmonë sidhën e Bajramit na kanë prunë prej xhamis, prej qytetit, sukon atë shtëpia me qenë e ka prunë sidhën e Bajramit, kjo shumë vërtet. Po edhe me 24 dhjetor vajnoti që i thojnë ata Krishtlindit që janë, gjithmonë na kanë prunë, edhe dita mretit Hollandës ka qenë e kanë prunë ekstra ushqimin, kjo është e vërtet, se e kanë prunë holandez. E gjithmonë kam fjalë te Gardiant. E kanë prunë gjithmonë, kjo ka qenë shumë e vërtet. Po, nëse s'gaboj në një deklaratë të komandantit të ushtrisë ligjore të Kosovës Najt Hasani, thotë që presidenti thotë që pas ka dashur me u taku me Albin Kurtin në Haag, po ky i fundit nuk ka shku me taku. Sa është e vërtet? Ka mundësi se ato vizitat kanë qenë private, ku kanë ardhur me na vizituar shokët, që unë duhet të falenderoj gjithë qytetarët e Kosovës, edhe Mergatën, që na kanë ardhur në vizitë. Çdo tretë ditë kemi pas vizitë, se ne kemi pas ka 10 vizita al muajit. Ka 4 vjet kanë ardhur me na vizituar. Ka mundësi që ka thonë, se ka qenë vizita private në dhomën e, se kanë qenë dhomat ekstra ku kanë ardhur vizitë familja dhe shok, e ka mundësi që ka thonë, unë nuk guxoj me thonë as po as jo, po kjo është e vërtetë se Najt Hasani s'ka nevojë me geniu. E unë i besoj Najt Hasanit për zdekti, se jo si e gjallë, po në ajiti me kur i dekt edhe me thonë qështu në i besoj. Po mund tjetë kjo vërtet, që Najt Hasanit... E kush ka orë me vizitu juve kryetar? Glau Konjuca? Glau ka qenë, edhe ka qenë një komision parlamentar i Kosovës, për drejtë të drejtë që s'ka bëj, një komision parlamentar, krye me Duda Bolja edhe me këta që kanë qenë, ka qenë Ministri e Drejtësisë Albulin Haxhijev, edhe dy tjerë kanë qenë me to tas punktohet. E kështu që me Albulin na prish thyesën në fillim. Pse? Po erë ashtu një pyetje shumë pa lidhje, një ajo to ditë se çai ka thonë shqiptar që të ka drejtë Vesetit, shkon burg, i kriminal sane, tani janë nisur nuk kam të bëj vizitë diku 20 minuta kam një vizitë dhe kam dalë pe dhome. Sa nuk është taku, nuk ka pranuar mu taku presidenti? Jo, presidenti s'ka pranuar mu taku, është vërtet edhe Kadria nuk kam pranuar. Tani jam unë pyetje edhe pse dha ato dha kanë qenë politike sane. Politike është, po kjo ka qenë dobësia jote shumë e madhe. Edhe ato tani edhe unë kam dalë pe dhomës, është e vërtet, dikun 5 minuta 20 kilometra. Edhe po Glau Konjuca kemi një ka 2 orë, ka 2 orë kemi pas vizitë me to. Tash edhe parlamenti që s'po bëhet, domethënë ka shprehë revolta shumë, ka pasur prej veteranëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, nuk e di e ke por ose në fundit. Po nuk bë agimin, është një bashkëfistar joni, ka ardhur Peqë Rumni në luftë, agimi ka dhënë një kontribut shumë të madh edhe me ndihma që ka, po ashtu vetë kontribut që ka në luftë agimi, edhe kanë arsye të revoltohen qytetarët dhe veteranët.